Në qelitë e burgut të Durrësit ndodhen të ndaluar disa persona të rëndësishëm publik me akuza të rënda, ish zyrtar të lartë apo persona në detyrë si Ilir Beqaj, Erion Velia e të tjerë. Ditë më parë, më saktësisht më datë 1 prill, u emërua drejtori i ri i përgjithshëm i burgjeve me firmën e ministrit të drejtësisë Toni Gogu, i cili ka qenë në fakt edhe pastori që ka martuar Erion Veliajn me bashkëshorten e tij Ajola. Drejtori i ri i burgjeve u emërua Adriatik Kupi. Ky i fundit është i njohur edhe si një nga mbështetësit e Erion Veliajt. Ditën e djeshme raportohet të ketë ndodhur një incident ku drejtori i burgut të Durrësit, Edmond Labani, i cili ka marrë detyrën pak kohë më parë, ka dhënë dorëheqjen. Mësohet se Labani e ka dhënë dorëheqjen pas disa ndërhyrjeve nga kreu i ri i burgjeve, ku janë kërkuar të tolerojë takime me 4 apo 5 persona në ditë për personalitete apo të arrestuarit që vuajnë dënimin në këtë burg. CNA ka mundur të sigurojë 10 fakte, sipas të cilave në orët e fundit në burgun e Durrësit po bëhet nami. Flasin me telefona sikur të jenë në call center, rakia dhe whisky derdhen lum, peshku, karkalecat kërcasin ditë e natë, për të mos shtuar detaje të tjera. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve dhe ministri i drejtësisë, 2 ushtarë të padiskutueshëm të Erion Veliajt, po e kthejnë një nga institucionet e vuajtjes së dënimit në një harem për qefet e atyre që ndodhen brenda. Çfarë është një institucion i vuajtjes së dënimit, apo ku personat e ndaluar janë për qef, ku kërcet peshku, karkaleci, vera 1000 euro shishja, rakia e derdhur lum apo Royal Salute whisky 25 vjeçar? Këto janë asortimentet e brendshme për te 10 personave që hyjnë e dalin si në pronën e tyre, ndërkohë që zyrtarët po krijojnë skandalin e radhës për një shërbim politik ndaj zyrtarëve që ndodhen në qelitë e burgut të Durrësit në pritje të dënimit nga gjykata.